Edhe kush i rri besnik namazit, le ta dinë se ai ka ndërtuar një raport special me Allahun dhe shpërblimi i këtyre namazeve është marramendës, fitimi i bekimeve të Zotit dhe përkrahjes dhe mëshirës së Tij në jetën e kësaj bote është marramendës. Shpërblimi i namazit është marramendës. Për në ahiret është unë më përplas për dunjë. Si të mbron Allahu, si ti leton punët, si ta bekon mundin, si të ka plot me mëshirën e Tij në këtë botë, në punët e tuaja, është marramendës. Apo diçka du me të pyetosh. Pejgamberi Sallallahu alaihi wasallam. Hadith sa i kuptohet, thot kush e fal një namaz xhenaze ka shpërblim sa di kodrat e Uhudit, mi dhon sadaka. Ama shpërblimi shumë i madh, po. A çka diku du me dal? Shtash nëse e fali një namaz fars, a është shpërblimi më i madh? Më i madh, është i pakrahasueshëm. Domethënë falja, për atë çfarë dosha më të thonë, se namazi i xhenazës është namaz kolektiv. Domethënë nëse 10 veta, 50 veta, 100 veta e falin diku xhenazën, tjerë bën obligimin mbi tjerëve. Namazi i farz është obligim individual, ku secili ka obligim me fal për vete. Shpërblimi i namazit farz është më i madhi për këtë namazet që i falti. Tash, nëse do të më bëj krahasimin me fal namazin e xhenazës e ke shpërblimin sa një kodër të Uhudit ari me dhon sadaka. Tonelata sadaka me dhon. 45 miliard ton. Sipas gjeologëve, do thotë vlerësohet pesha e kodrës së Uhudit. E drekës, e qenis, e akşamit, gjatë sabahit është shumë më e madhe se kjo. Më e madhe se më i dhon 45 miliard ton altan sadaka. Ka diçka tjetër. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mi fal 2 rekat sunet sabahut. Është më e mirë se këtë botën dhe çka kanë te ta kesh. Jo kodën e Uhudit. Akoma këtë bota dhe çka kanë te, këtë arin që ka, këtë diamanta që ka, këtë parë që ka, këtë pasurinë që ka bota, 2 rekat sunet sabahut janë më të mira se ajo. Për farzin s'folet. Para mendosh se është farzi.